Kemi arritur në lidhje me historinë e djemve të shpellës, te momenti kur djemt pasi janë zgjuar nga gjumi i tyre i gjatë dhe vendosin të dërgojnë njërin prej tyre për një qytet për të marrë ushqim, atëherë ata e porosisin atë dhe i thonë: "Walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada", ai le të sillet me kujdes, me qëllim që ata të mos kuptojnë se kush jemi ne, dhe tregojnë për arsyeën e tyre dhe thonë: "Innahum yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada." Ata nëse arrin të na zbulojnë, atëherë do na gurzojnë dhe do na vrasin me gurzim, ose do na kthejnë me forcë në fenë e tyre, dhe kështu kur nuk kemi për të shpëtuar. Djemt me këtë fjalë na tregojnë për 4 gjëra. E para, për shkakun e largimit të tyre për në shpellë, dhe se në këtë ajet tregohet mjaft qartë se ata u larguan për në shpellë kur u friksuan nga mushriket në lidhje me jetën e tyre dhe në lidhje me fenë e tyre. Dhe e dyta, ata na tregojnë se janë shumë të kujdesshëm që të mos përfshihen në sprova të mushrikëve, sepse njeriu nëse shfaqet përpara sprovave mund të mos gjej durimin e duhur për ta përballuar ose për t'i përballuar ato. Dhe prandaj i kërkojnë atyre kujdes në lëvizjet e tyre që të mos dallohen. Dhe kjo na tregon për një rregull islam të lartë dhe me shumë vlerë, dhe që është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ma su'ila Allahu shay'an ahabbu ilayhi min al-'afiyah." Nuk i është kërkuar Allahut ndonjë gjë më e dashur për të se sa ruajtja nga e keqja. Të ruhesh nga e keqja, je në zonë të sigurt. Të shfaqesh përballë sprovave, atëherë kjo është diçka me rrezik dhe njeriu mbase nuk do gjejë durimin e duhur për t'i përballuar ato. E treta, ajo që në bie në sy në lidhje me këtë pjesë të ajetit është edhe qëndrimi i mushrikëve, dhe se mushrikët nuk naqen lidhje me besimtarin derisa t'i marrin atyre njërën prej 2 gjërave: ose t'i marrin atij jetën, ose t'i marrin atij fenë dhe t'i ndryshojnë dhe t'i kthejnë ata në fenë e tyre. Siç ka thënë Allahu madhëruar në Kur'an: "Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Ka filluar të shfaqet egërsia dhe gjithashtu urrëtia nga gojët e tyre, por ajo që fshehin brenda në zemrat e tyre është më e madhe. Dhe kështu kjo gjë është parë në disa raste në lidhje me besimtarët, pra nëpërmjet mushrikëve, në historinë e Musait alayhis salam e Bani Israilit, në historinë e djemve të hendeqeve, dhe po ashtu dhe kjo historia e djemve të shpellës. Dhe e fundit që bie në sy në lidhje me këtë ajet është fjala e djemve, se nëse ata do dështojnë dhe do humbin fenë e tyre, do humbin gjithçka, dhe thonë ne nuk do kemi shpëtuar, ose nuk kemi për shpëtuar kur nëse do ndodhë kjo gjë me ne. Po humbi njeriu fenë, ka humbur çdo gjë, dhe kështu gjëja më e shtrenjtë për besimtarin është feja e tij, prandaj le ta ruajmë atë siç e ruajtën këta djem.